Dhe në ka shkaktu dome shumë mëdha në trafostacionin në tunelin e parë. Në kalumen, ju e një mati këto se punojnës, a ka pas probleme prej kyqeve të rrymes që ka ndodhë? Jo, unë edhe për të që nga viti 1980 jem në marrëdhënien e punën në Trepçe, asnjëherë nuk kena pas problemet e tilla. Defekte edhe avari kaq të mëdha janë të shkaktuar po flas këto vitet e fundit, sidomos flas në periudhën që kam marrë si drejtor i minierës në vërtetacion Santërg, janë defekte moramense edhe dome janë të na kriju shumë të mëdha. Po thoni që kjo kyqja po shkakton avari. Po, si mbas raporte po flas të ekspertave të energjetikës, gjithmonë dyshimet shtrohen nga kyqja e hidrolojnit, po shkaktojnë edhe defektet në pajisjet tona që kemë. Pajisjet që janë shumë më rëndësi, është makina ngritëse, që është funksionale për momentin, po edhe aty ka krijuar defekte shumë të mëdha ku na ka dhënë kabllën kryesore të 3.3-shit, që për një periudhë kohore kanë mbet minatorë, po flas mëna në minierë deri e kena bo sanimin. Kanë kriju dome edhe në trafo kryesore këtë që jep, kanë kriju dome edhe në kompresor, tash mas fundi ju kriju dome edhe në stacionin 110 që është në parkun industrial dhe na ka shkaktu dome shumë mëdha në trafostacionin në tunelin e parë, ku e ka djeg komplet ndërpresin. Po thoni janë dyshime të ekspertëve. A i kanë vërtetua, a është shkak pikërisht që kjo lidhje e këtij biznesi? Po ekspertat po flas, gjithmonë të mbrëmshëm që ka qenë tentuar, gjithmonë dyshimet i kanë që këto defekte dhe këto avari po shkaktohen nga lidhja e hidrolojnit.